Dashi, java nis me energji të fortë dhe dëshirë për të vepruar. Mund të ndjesh se është momenti për të marrë një iniciativë që e ke shtyrë prej kohësh. Në punë mund të kërkohet të marrësh përgjegjësi më të mëdha. Kujdes vetëm me impulsivitetin, sepse një reagim i nxituar mund të krijojë tensione të panevojshme. Demi, mendja jote është e fokusuar te stabiliteti dhe siguria financiare. Mund të lindë një ide e re për të përmirësuar të ardhurat ose për të menaxhuar më mirë shpenzimet. Një bisedë me një person me përvojë mund të japë një këndvështrim të ri. Mos e nënvlerësoj një mundësi që shfaqet papritur. Binjakët, sot komunikimi është pika jote më e fortë. Mund të zhvillosh biseda të rëndësishme që lidhen me punën ose me projekte personale. Një mesazh ose telefonat mund të hapë një derë që nuk e kishe menduar. Është një ditë e mirë për të prezantuar idetë tua. Gaforia. Emocionet janë më të forta se zakonisht dhe kjo mund të bëjë më të ndjeshëm ndaj situatave përreth. Megjithatë, kjo ndjeshmëri të ndihmon të kuptosh më mirë njerëzit dhe qëllimet e tyre. Një bisedë me familjen mund të sjellë qetësi dhe mirëkuptim. Mos e mbaj gjithçka brenda vetes. Luani, mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të dalë në pahë dhe për të treguar aftësitë e tua. Në ambientin profesional dikush mund të vlerësojë përpjekjet e tua dhe kjo të jep motivim. Mund të marrësh një lajm të mirë që lidhet me një projekt ose një ide të re. Beso më shumë te vetja. Virgjëresha. Dita kërkon organizim dhe përqendrim, një çështje që dukej e komplikuar fillon të marrë drejtim dhe mund të gjesh zgjidhjen që kërkoje. Mund të marrësh një vendim të rëndësishëm për një plan afatgjatë. Qetësia dhe analiza janë aleatët e tua sot. Peshorja. Një takim ose një bisedë e papritur mund të ndryshojë humorin e ditës. Mund të njohësh një person interesant që sjell energji të re në jetën tënde. Në punë mund të lindë një ide bashkëpunimi. Mos e injoro intuitën. Akrepi. Intuita jote është shumë e fortë sot dhe mund të ndihmojë të lexosh situatat përtej asaj që duket në sipërfaqe. Mund të zbulosh një informacion të rëndësishëm. Një bisedë e sinqertë me dikë të afërt mund të qartësojë shumë gjëra. Besoj instiktit. Shigjetari, mendja jote është e mbushur me ide dhe dëshirë për ndryshim. Mund të mendosh për një udhëtim, një kurs ose një projekt të ri. Një mundësi e papritur mund të shtyjë të dalësh nga rutina. Është një ditë e mirë për të planifikuar hapa të rinj. Britsjapi. Puna është në qendër të vëmendjes dhe mund të kërkohet më shumë përqendrim se zakonisht. Megjithatë, përpjekjet e tua nuk do të kalojnë pa u vënë re. Dikush mund të vlerësojë seriozitetin dhe përkushtimin tënd. Mund të hapet një mundësi për avancim. Ujori. Kreativiteti dhe idetë e reja janë shumë të forta sot. Mund të mendosh për një projekt inovativ ose për një mënyrë të re për të zgjidhur një problem. Një bisedë me një mik mund të japë inspirim. Mos e kufizo imagjinatën. Peshqit. Sot mund të ndjesh nevojën për të reflektuar më shumë për jetën tënde personale. Një situatë emocionale mund të bëjë të mendosh më thellë për marrëdhëniet. Intuita është shumë e fortë dhe mund të udhëheqë drejt një vendimi të rëndësishëm. Merr kohë për veten.